Ky emision mundësohet nga Këshilli i Bashkësisë Islame Prishtinë. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira Allahu qoftë mbi ju, mirë se po takohem në emisionin radhës të televizionit të nderuar. Sikur se çdo herë sot kemi të ftuar dy nga hoxhallarët e komunës së Prishtinës, ku së bashku do ta diskutojmë temën rreth vlerës së namazit dhe roli i namazit në jetën e muslimanit besimtar. Për të trajtuar këtë temë së bashku me neve është hoxha i nderuar Refik Efendi Vitia, imam në Sutesk, mirë se erdhe hoxh. Po ashtu edhe hoxha i nderuar Ardian Efendi Demolli, imam në xhamin Mehmet Bek. Mirë se erdhe hoxh. Faleminderit, mirë se jeni. Kisha pas shef pak me shkurtimisht nëse ka mundësi më na tregu për kuptimin e namazit. Çka është namazi? Po fillimisht falenderojmë Allahun e Madhreshëm dhe përshëndesim të dërguarin e tij, Muhamedin, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin atë deri në ditën e fundit. Namazi në aspekt gjuhësor në arabisht quhet as-salah. Kjo i ka disa kuptime, shkurtimisht do t'i përmendi 3 prej tyre. E para është lidhje, për shkak se e lidh njeriu, e lidh besimtarin me Zotin e tij, sa që të falet njeriu, lidhet me Allahun e Madhreshëm. Kuptimi i dytë është duaja apo lutja, sepse sa që të falet njeriu, sa që të bën namaz besimtari, ai e lut edhe i përgjërohet Allahut Madhreshëm. Namazin tërsi është lutje, mirë po në mënyrë specifike, në fund të namazit, pra në uljen e fundit, para selamit, besimtari lutet për veten e tij, për familjen e vet, lutet për gjithë besimtarët, lutet për të mirat e kësaj bote, për të mirat e botës tjetër, që më ruaj Zoti i Madhreshëm prej zjarrit të xhenemit, edhe më adhuru xhenetin. Edhe kuptimi tjetër është mëshira, bekimi edhe falja e Allahut të Madhreshëm. Në kuptimin që sa herë që të falet besimtari, me kusht që namazi i tij me qenë i sinqert për Zotin e Madhreshëm, me qenë me përkushtim të plot, ai përmes namazit e fiton mëshirën, begatinë edhe faljen e Allahut të Madhreshëm. Pra, me një fjalë, namazi e përfshin lidhjen, lutjen dhe mëshirën e Zotit të Madhreshëm. Po marrë rëndësishme është lidhja me Zotin, e cila na jep ndonjë energji pozitive për me vazhdu me ballafaqu me sfidat e jetës. Çfarë pozite ka namazi në Islam? Se na ndëgjojmë vazhdimisht për shembull inin thonë pa namaz nuk ka feje. Rëndësia namazit, namazi është shpëtim, namazi kështu. Çfarë pozite ka në Islam kjo? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulina Muhammad. Falënderimet për Allahun, salavatet mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam. Nuk ka dyshim se Allahu Zelleshanuhu na ka nderuar me këtë Islam, e në veçanti na ka bë prej atyre që mundohemi ta ndjekim jetën dhe veprën e pejgamberit alayhi salatu wassalam si pejgamberi i mbram. Për gjërave të cilat na ka bëj madh Zot që të jemi sa më afër Allahu Zelleshanuhu është edhe namazi. Namazi është e lidhja shpirtërore mes njeriut dhe Allahut Xhelleshanuhu. Çështja e namazit është gjë e brendshme që besimtari dhe muslimani e realizon brenda për brenda një rituali të cilin ai apo të adhurimit të cilin ai drejtohet Allahu Xhelleshanuhu. Ne kemi shumë ajete kuranore të cilat Allahu Xhelleshanuhu na urdhëron që ta falim namazin dhe krahas kësaj edhe me disa obligime të tjera, sikur doni madh Zot neve më na tregu se ai njeri i cili e fal namazin, e kryen këtë obligim karshi Allahu Xhelleshanuhu, padyshim se do të jetë edhe ai i cili do t'i kryejë edhe obligimet e tjera. Pra është një çelës kryesor e çfarë do lloj obligimi që besimtari dhe muslimani mund ta realizojë më pastaj edhe më tutje. Kemi ajetin kuranor ku ka shumë ajete kuranore që Allahu Xhelleshanuhu na urdhëron me namaz. Allahu Xhelleshanuhu thot dhe falni namazin dhe jepni zakatin. Domethënë ai njeri i cili e fal namazin, padyshim se do të jetë edhe zbatues e domethënë praktikimit dhe dhënies së zakatit. Gjithashtu edhe kemi hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ku pejgamberi alayhis salam përmend kushtet e imanit,
besimit, kushtet e islamit edhe të ihsanit, e brenda kushteve të islamit thot pejgamberi alayhis salatu wassalam thot bunja l-islamu ala khams. Islami është ngritur mbi 5 shtylla: shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis salat wa ita zakat wa hajjul bayti wa sawm ramadan. Që thot se prej kushteve të islamit është shqiptimi i shahadetit la ilaha illallah muhammadur rasulullah, më pastaj falja namazit. Me njerë pas besimit në Allahun xhelle shanu dhe pejgamberin alayhis salatu wassalam si pejgamber, thot falja e namazit është obligim. Më pastaj njeriu i cili fal namaz edhe është praktikuesi i namazit, ai nuk e ka vështirë edhe ta zbatojë edhe zakatin, ndarjen e zakatit që është, mirë po gjithashtu edhe agjerimin e Ramazanit, edhe shkurjen në haqë. Me qenë se këto tjerat ndërlidhen me kushtet të veçanta, për shembull dhënia e zakatit të ata njerëz të cilët kanë mundësi, shkurja në haqë gjithashtu të ata njerëz të cilët kanë mundësi, gjithashtu edhe agjerimi për ata të cilët kanë domthonë nuk janë të shtyrë mosh, nuk kanë probleme shëndetësore kështu më radhë, mirë po çështja e namazit është specifik, se namazi nuk bie në asnjë mënyrë. Qoftë njeri i cili është i smur, apo qoftë njeri i cili i kemi lehtësime, lirohet për namazit asnjëherë, në asnjë situatë. Absolutisht namazi është obligim. Përveç shembull nëse pa vetdi ose prej moshës madhore derisa të jetë me vetdije të plot namaz. Nëse është i smut falet shtrit, i palevishëm falet me sheja. Me gjymtyre kështu me radhë, namazi nuk i bie lirohet. Nuk i bie kurrë. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë edhe një hadith, as-salatu imaduddin, namazi është shtyllë e dinit. Sigur këto objekte të cilat ndërtohen ndërtesat që bëhen kanë shtyllat të cilat ato e mbajnë ato objekte dhe atë ndërtesë, e namazi është shtyllë e dinit edhe e fesë krejt. Andaj duhet të jetë njeriu i përpikt që të jetë sa më praktikues i namazit në mënyrë që ta mbaj fen tamam edhe dinin ashtu siç duhet. Dhe sa namazi është i kësaj rëndësie të veçantë, është shtyllë e fesë, ashtu shqyrtësek edhe pe juve që pejgamberi ka thonë, është shtyllë e fesë namazi. Pse na ka obligu Zoti? Unë duhesh me thonë, pse a ka mujt Zoti mos me na obligu, me na çun xhenet hiç pa u fal. Pse ka obligu Zoti? Namazi është shumë i rëndësishëm në jetën e besimtarit. Allahu i Madhërisht kur i ka kriju njerëzit, nuk i ka kriju kët, mirë po ata i ka kriju me një qëllim të caktuar. Këtë qëllim e ka specifiku në Kur'an ku thot wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Unë gjendet edhe njerëzit i kom kriju vetëm që të më adhurojnë. Por esenca e ekzistencës njerëzit në këtë botë është adhurimi, madhrimi, përmendja, përkujtimi i Zotit Madhërisht. E një prej adhurimeve me të cilat mas shumti e përkujton edhe përmend njeriu Zotin është pikërisht namazi. Faktikisht esenca e obligueshmërisë të namazit është pikërisht përmendja e Zotit Madhërisht. Këtë na tregon Allahu në Kur'an kur thot wa aqimis salata li dhikri. Falë namazin që të më përkujtosh mua. Por na e falim namazin që me përmend edhe me përkujtu Allahun e Madhërisht. Kjo është arsyeja e parë që bën namazin të rëndësishëm në jetën e besimtarit. Ka edhe arsye tjera. Një arsye tjetër është se namazi ndërlidhet fuqishëm me shpëtimin e njeriu në botën e ardhshme. Allahu në Kur'an thot qad aflaha al-mu'minun. Kanë shpëtuar besimtarët, edhe kur i përshkruan besimtarët thot alladhina fi salatihim khashi'un. Të cilët në namazin e tyre janë të përulur. Pra ai që është i përulur, ai që e fal namazin me sinqeritet, me përkushtim të plot, në botën e ardhshme do të jetë i shpëtuar. Edhe kisha pas sheh me përmend edhe një arsye tjetër që bën namazin të rëndësishëm, është namazi në botën e ardhshme do të jetë dritë për besimtarin. Ditën e llogarisë, dihet që nuk do të ketë dritë, për shkak se dielli do shkatërrohet paraprakisht në ditën e Kiametit. Fa idhan nujumu tumisat, thot Allahu, ditën kur yjet do të shuhen, pra s'ka më dritë. E vetmja që ju bën dritë njerëzve të tjena adhurime të caktuar. Në krye tyre është namazi. Pejgamberi alayhis salatu wassalam në hadith të tij thot, kush është i kujdesshëm për namazin, namazi do t'i bëhet atij dritë, argument edhe shpëtim.
ndërsa ai që nuk është i kujdesshëm ndaj namazit, ai që se fol namazin, që s'është i sinqert apo s'është i përkushtuar në namazin e tij, ai as nuk do të ketë dritë, as shpëtim, as argument ditën e gjykimit, mirë po ai do të jetë me Faraonin, Karunin, Hamonin dhe Ubej ibn Khalifin. Këta persona, cilët janë përmend hadith, janë konsiderohen prej njerëzve më të këqij të historisë. Nëse pikërisht kjo është arsyeja që kur thirret ezani, thirr si muezini thot hayya ala salah, hajde namaz, tani e vazhdon hayya alal falah. Hajde shpëtim. Po pikërisht edhe kjo lidhet me pikën e dytë. Kjo është renditje. Por namazi përveç të mirave që i ka, të shumta që ndoshta me emisione me fol për vlerën e namazit është pak, po edhe një pikë kryesore është që edhe na mbron prej ose na largon me thonë prej gjunave. A hoq? Padyshim, ata të cilët e zbatojnë, domthonë e falen namazin, e kryejnë këtë obligim karshi Allahu xhaleshanuhu, do të jenë njerëz më të kompletuar, më të formuar, do të jenë njerëz më të matur në veprime. Duhet me kon njerëzit. Dhe punë do duhet të jenë të tillë. Nga se edhe Allahu xhaleshanuhu. Fal që po ndërprej, po e ke ndëgjuar një popull që thotë qysh bë filon edhe po falke edhe e bën ai vepër të keq. E ke ndëgjuar? Po, padyshim. Që jep me kuptu që ai që falet nuk i ka hije me bo vepra të këqija. Nuk është i pagabushëm, po nuk e lëshon veten lehtë në gjuna, ha? Padyshim. Padyshim është më i komplet, është më i motor në vepra dhe në punë dhe në sjellje dhe në çdo gjë. Për ata dhe Allahu xhaleshanuhu thotë në salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Vërtet namazi njeriu e largon prej punëve të shëmtuara dhe punëve të irrituara, punëve të këqija. Namazi njeriu duhet ta largoj prej alkoolit, namazi njeriu duhet ta largoj prej zinas, namazi njeriu duhet ta largoj prej vjedhjes. Namazi është ai i cili me të vërtetë njeriu e kompleton e bën tamam i mëson që shtojnë ana me plot kuptimin e fjalës. Andaj çdo njeri i cili e zbaton këtë urdhër nga ana Allahu xhaleshanuhu me faljen e namazit, ai padyshim se është më i kompletuar. Mirë po, ka edhe raste të cilat çuçi përmend edhe ti, se ka disa njerëz që ndoshta edhe pse janë namazi, edhe pse janë ibadetxhi, kanë disa lëshime, disa gjëra të cilat i bëjnë, edhe njerëzit na pyetin për ta se si e çysh e tek. Mirë po, na duhet ta dimë një gjë, se namazi duhet të ndikojë në sjellje dhe në vepra dhe në punët tona. Namazi duhet të ndikojë në veprimet tona. Nëse na falim namazin edhe nuk i kontrollojmë veprat dhe punët tona, atëherë nuk është në rregull diçka me neve, nuk ka puna te namazi, mirë po nuk është në rregull diçka me neve. Mirë po nëse njeriu vazhdon prap me namaz edhe e kryen namazin, pejgamberi alayhis salam ka thonë personi i tillë do të përmirësohet. Do të përmirësohet ku një rast për rasteve ka shkuar një njeri te pejgamberi alayhis salam dhe ka thonë ja Rasulullah, filani falet namaz natën, mirë po në mëngjes vjedh. E pejgamberi alayhis salam thotë namazin cilën ai është duke e bë, ka me largu prej asaj vepre të shëmtuar. Është një komentim interesant e kam dëgjuar pe hoxhës, Allahu më shiroft, hoxhës Sharavit, thotë nëse një vetur, një kerr e çon 5 herë në ditë në kontroll teknik. Kontrolla teknike na e dim që për kerrë bëhet një herë në vjet. Po që thotë nëse 5 herë në ditë e çon, a ka mundësi që ai kerr me pas ndonjë defekt? Padyshim. Absurd. Padyshim. Dhe të njëjtë është namazi që ka thonë pejgamberi sa më shihni ai sikur një njeri që e ka një lum para shtëpisë vet, edhe 5 herë në ditë lahet, ai jetë ndonjë ndytësirë të nuk mundet me mirë. Domethënë namazi është që pra na pastron prej gjunave. Përderisa e ka këtë rëndësi edhe është një adhurim i veçantë namazi, a ka diçka tjetër që e bën të veçantë namazin, hoq? Shumë vërtet, namazi konsiderohet adhurim i veçantë. Çdo adhurim ka rëndësinë e vet, për secilin japim llogari. Mirë po, namazi konsiderohet pak më i veçantë. Të veçantë e bën mënyra e obligueshmërisë së tij. Për shkak se çdo adhurim që kemi është shpall duke qenë Muhamedi alayhi salatu wasalam tokë. Edhe me ndërmjetësues përmes Xhibrilit. Zoti i Madhërisht ka zbrit Kur'anin dhe shpallën përgjithësi përmes Xhibrilit tek Muhamedi alayhi salatu wasalam, duke qenë Muhamedi alayhi salatu wasalam në tokë, me përjashtim të një adhurimi, me përjashtim të namazit. Namazi kur është obligu, Muhamedi alayhi salatu wasalam nuk ka qenë tokë, mirë po ka qenë për mbi 7 qiejt. Në natën e veçantë, natën e madhe të Isras dhe të Mirajit,
që konsiderohet si mrekullia e dytë më e madhe që i ka ndodhur Muhamedit alayhi salatu wassalam pas zbritjes Koranit, kuptohet, sepse Korani është llogaritet pra mrekullia më e madhe jo vetëm që i ka ndodhur Muhamedit alayhi salatu wassalam, mirë po në gjithë historinë e njerëzimit. Pra në këtë natë të veçantë të Isra'ut dhe të Mirajit, ku brenda një pjesë të shkurtë natës, Muhamedi alayhi salatu wassalam në shoqërimin e Xhibrilit udhtoi prej Mekës, pra prej Qabës në Palestinë, në Jerusalem, në xhaminë e shenjtë të Aksas. Dhe prej aty u ngjet në secilin qiell dhe shkoi tek fundi i qiellit shtatë, aty u ndal Xhibrili, e pyeti Xhibrilin pse po ndalesh, i tha që unë s'kam hapësirë, s'kam mundësi që me vazhdo tutje, vazhdo ti tutje, pra vazhdoj aty ku as vetë Xhibrili s'kishte hapësirë dhe mundësi që me shku. Pra Xhibrili dihet që është një prej krijesave më madhështore, është melaqja kryesore, ka pozitë veçantë tek Allahu i Madhërisëm. Pra Muhamedi alayhi salatu wassalam vazhdoi dhe shkoi ku as vetë Xhibrili s'kishte mundësi me shku, u taku me Allahun e Madhërisëm, nuk e po, mirë po foli drejt për drejt me të, pa ndërmjetësues. E në këtë natë veçantë, në këtë vend të veçantë, në këtë takim të veçantë, Allahu i Madhërisëm e obligoi me 5 kohë namazit. Pra mënyra se çysh është obligu e bën namazin të veçantë karshi adhurimeve tjera, edhe pse siç e thashë edhe më herët, secila e ka atë rëndësinë e vet, për secilin do të japim llogari. Mirë, po kjo është një sinjal për veçantinë e namazit. Këto që përmene që the pa ndërmjetësim. Po. Edhe pikërisht pse ja ka obligu direkt në qiell, se ja ka qu Xhibrilin, Po. që kur për obligime tjera, mendoj që përfitojmë një gjë shumë të rëndësishme që kur jemi në lidhje me Zotin nuk kemi nevojë për lidhje të kërkujna. As të hoxhës, as të priftit, as të popit, as të kërkujna. Po na me Zotin lidhëm direkt. E veçanta asaj që me Zotin përveç 5 kohët namazit, unë mu lidh kur dojna. S'kem termine të caktume që ta shpranan, që ta s'pranan, o kur dush. Dhe më thonë, na kur të cekim fillim që namazi është lutje, është përkujtim, lidhje me Zotin, këtu. Na kur të lidhëm me Zotin, s'kem nevojë me ja kallzu kërkujt të metat gjunat tona që i kemi bu, po i kem direkt me Zotin, të aj i shfaqëm, të aj ankom, të aj lypëm ndim, të aj lypëm për kraje. Do thotë është një veçantë që se kanë tjertë. Për shembull, për disa ka besime tjera që duhet me shku mu rrëthy, me i tregu të metat tua, Zoti përkundrazi hidhrohet me atë rob i cili tregon të metat e veta. Të metat që i ki tregoja vetë Zotit. Gabime që i ke bo, veç ati shfaqja dhe pe ti lyp falje. Dhe më thonë, ndërmjetësimin Zoti kur është në lidhje me të robi nuk e pranon. Po duhet me konë direkt me Allahun xhaleshanun. Namazi përveç që na jep energji pozitive, pikërisht kjo lidha me Zotin që e bujna shkyqesh pe i botës komplet. Përderisa në obligime tjera mundesh me konë agjërushëm me lujt futboll, me konë agjërushëm me bisedu, apo? Nuk prish punë. Po kur ti ish namaz, nuk lejohet me bo veprime tjera, po duhesh me konë shumë i koncentruar në namaz për me marrë sa më shumë, me forcu imanin, me marrë energji pozitive. Apo? Po edhe e tjetra, përveç kësaj energjie, namazi edhe inshallah na pastron edhe prej gjunave. Na si njerëz e dim gjithë se jem mëkatar, jem gjunaqar, kanë herë dhe bojmë gabime qoftë në familjet tona, qoftë karshi prindërve tonë kështu me radhë. Të njerëzit thonë jo pse qysh e përmenën porzit çështjen e këtyre namazive, të cilët po bojnë veprime të tilla, mirë po na jena insan. Kto e ka treguar edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka unë kullu ibn Adem me khata. Çdo biri Ademit bën gabime, bën lëshime. Edhe na mund bëjnë gabime, qoftë në familjet tona, me anëtarët e familjes tonë, qoftë ndaj prindërve, qoftë ndaj njerëzve për rreth me të cilët jetojnë dhe veprojnë. Mirë po çaqshma kryesorja që me falën e namazit elhamdulillah është presa dhe mëshira dhe rahmeti i Allahut xhaleshanuhu që me kryerjen e namazit me amën të Zotit Allahu xhaleshanu i fal njerëzit. Sikur që thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, 5 kohë të namazit Allahu xhaleshanu i ka bë farz për besimtarët, dhe ai njeri i cili zgjohet edhe merr avdes, edhe bën rukun, e bën sejdën, e lexon domthonë leximin e Kuranit, mirë rrjedhshëm e ruan kohën e namazit, edhe kujdeset për namazin e tij, thotë ka besën nga ana Allahu xhaleshanu se Allahu xhaleshanu ka mja fal gabimet dhe ka mja fal shimet eventuale të cilat ai ka. Ndërsa ata njerëz të cilët nuk e realizojnë këto,
atëherë mbetet në mëshirën e Allahu xhalla shanuhu në e fal apo nuk e fal ato. Andaj, çështja e realizimit namazit, çështja e falës së namazit, kryerjes së këtij ibadetit Allahu xhalla shanuhu, për vetëm se përfitimet e tjera që na ndalon prej lëshimeve dhe gabimeve të mëdha, po edhe për këto të voglat, Allahu xhalla shanuhu domosdoshmë i spastron njerëzit me kryerjen dhe me faljen namazit. Po ka edhe hadithe tjera të cilat janë kur tregojnë dhe thonë se për çdo pikë të avdesit që njeriu e merr, domosdoshmë fshihen gjunohet, pikën domosdoshmë pikojnë dhe lahet njeriu dhe pastrohet nga gjunohet e kështu me radhë. Po e lutim Allahun xhalla shanu që neve të jemi prej atyre të cilët e falim namazin edhe jemi të përqendruar, e ruajmë kohën e tij, ja japim hakun rukus, sejdës dhe kıyamit dhe leximit të Kuranit, e padyshim se mëshira dhe rahmeti i Allahut xhalla shanu me faljen tonë këtë botë, inshallah dhe në botën tjetër do të jetë. Përveç që tham përfitimet shumëta, një përfitim që besoj na kem nevojë, këtë njerëzit kem nevojë. Po dhe na në veçanti si musliman, edhe si shoqëri, namazin e mëson një gjë shumë të rëndësishme. Për shembull me kon të përpikt në termina, me kon të përpikt në kohë, me kon, se namazi Allahut thotë është në kohë të caktuar, është në kohë të caktuar, se kalon kur dush ti, po e ka kohën e caktuar, pikërisht që me kon të vëmendshëm. Qysh thot edhe pejgamberi alayhis salam, domethënë prej gjërave më të dashura të Allahut xhalla shanu është salatu fi waqtiha, namazi në kohën e tij, kur e ruajmë edhe kohën e tij edhe e falim. Na mëson me kon me jetu me program, me jetu me kon perfekt. Po, më perfekt. Namazi tash dikujt për shembull hoxhoi duket thotë një kshanis më fal, po thotë 5 herë në ditë, sa boj 4 dreka 10, i kindia 8, akşam 5 jacia 13 shumë. Si jam syn hiç, na shtisoj duket shumë fillim. Jo që se ka qef me fillu. Po, qysh më u shpjegu këtë. Namazet nuk janë gjitha njësoj. Namazi ndodhet në disa kategori. Kategoria parë është namazi farz, apo ai namaz që konsiderohet i detyrueshëm. Që kena më marrë pyetje për ta. Po, ky namaz obligohet secili me kry, rrjedhimisht kushdo që e fal, shpërblehet shumë tek Zoti i Madhërisëm, ndërsa ai që nuk e fal meriton dëshkim. Këto bojnë pjesë veç 2 rekate të namazit të sabat, janë veç 4 të drekës, 4 të ikindis, 3 të akşamit dhe 4 të jacis. Pastaj tjerat janë të kategorive tjera, që do t'i sharojsh kurtimisht edhe shpejt. Pas kësaj kategorie vjen kategoria vajxhibit, është po ashtu namazit detyrueshëm, mirë po në shkollë më të vogël. Rrjedhimisht ai që kryen këtë shpërblet, edhe ai që e lën meriton dëshkim, mirë po dallimi është se edhe shpërblimi dhe dëshkimi është një shkollë më të vogël. Këtu bojnë pjesë 3 rekate të namazit vetrit që falen pas jacis, edhe namazi i bajrameve. Pastaj kemi sunetet. Këtu janë namazet që preferohet falen. Zoti i Madhërisëm e shpërblen atë që i fal ato, ndërsa ai që nuk i fal nuk ka dëshkim. Po kushdo që i lën për shkak të përtasisë, kjo urrejhet, nuk pëlqehet, se konsiderohen si mburoj e farzeve. Edhe kemi shkollën tjetër të namazeve të nafileve, janë namaze vullnetare, që secili që i kryen shpërblehet tek Zoti i Madhërisëm, ndërsa ai që nuk e kryen nuk ka ndonjë pasojë. Kjo është shumë e rëndësishme që mu ditë dallimin mes këtyre kategorive, për shkak se duke ditë dallimin e tyre, e dim çka kemi obligim ndaj Zotit të Madhërisëm, çka na merr në llogari Zoti i Madhërisëm edhe çka nuk japim përgjegjësi për to. Ata që fillojnë, e që ju duket shumë, fillojnë veç me farzet. Veç me 2 rekate që janë 3 minuta në pyetje, 4 rekate janë drekës, janë 5 minuta maksimum. Ramazani është rast ideal që me fillu me namazin, edhe mirë po me kalimin e kohës është mirë që mi fut sunetet në praktikën e vet, se puna e suneteve është sikur puna e nxënësit. Ai që lufton për 5 ai minimumi me bjen te 4. Hajde më bonami te 3, po diskutohet 1 2. Mirë, po kushdo që lufton veç për 2, ndoshta qellojnë pyetje shumë të lehta del te 3, maksimumi që arrin pra është 2 ose ngel. Është në luftë kësaj. Edhe çështja e forzeve. Ai që mbetet veç me forze, ai është në rrezik që me lan ato, me dështu në ato që obligohet, që me në të llogari. Ndërsa kush i fal sunetet, ai lufta e tij është
e fali sunetin nëse nuk e fali sunetin. Është e pamundshme që me hub forzin, me hub atë për cilën merret llogaria dhe shpëtimi i tij është shumë më i mundshëm. Po, për shembull namazi përveç që është qetësi, ka dhe role tjera për shembull. Njeri zakonisht në jetën tonë të përditshme kem telashe, sfida, ballafaqohem me lloj-lloj rasti, kriza shpirtërore, psiqike. Njeri ka nevojë për me gjetë mbështetje dikun. Ka nevojë me gjetë qetësues. A lun namazi që të rol? Padyshim namazi është qetësim shpirtëror edhe zotën njeriu ka njerë në këto sprovat e jetës në dynja mund të ballafaqohet me lloj-lloj sprovash, me lloj-lloj problemesh, me lloj-lloj telashesh. Mirë po, elhamdulillah ata cilët janë namazi dhe e falin namazin, ata gjejnë prehje edhe shpirtërore në namaz. Dhe me namazit të i kalojnë çdo sprovë dhe çdo barrierë të jetës të cilën ata e hasin gjatë jetës së tyre. Allahu xhalla shanuhu në Kur'an thot: "Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as sabirin." Thotë ju besimtar, kërkoni mbështetje dhe kërkoni ndihmë me sabër edhe me namaz, se me të vërtetë Allahu xhalla shanuhu është me durimtarët. Gjithmonë çështja e namazit lidhet edhe me çështjen e durimit. Kur besimtari dhe muslimani ndoshta ka telashe dhe mërzi dhe hallë dhe probleme të ndryshme, i drejtohet Allahu xhalla shanuhu me namaz, edhe e qetëson shpirtin e tij, edhe i te i kalon sprovat dhe problemet dhe telashet eventuale në jetën e tij. Po kësaj kishte edhe vetë pejgamberi alayhis salatu wassalam, e di me mushrikët Kurejsh, lloj-lloj sprovash, lloj-lloj problemesh, lloj-lloj telashesh. Mirë po kemi prej sahabëve të cilët kanë treguar dhe kanë thonë se pejgamberi alayhis salatu wassalam i kalonte me namaz, lidhej në namaz. Kemi edhe raste të tjera të cilat ka pas raste kur pejgamberi alayhis salatu wassalam ju ka drejtuar edhe Bilalit, ati muezinit të tij, duke ju drejtuar dhe duke i thonë: "O Bilal, çu edhe thirrë ezanin edhe qetësona i zemrat tona me namaz. Qetësona i shpirtat tonë me namaz, se e kanë ditë atë qetësinë në çfarë do lloj sprove të jetës që ne kanë pas, atë qetësinë shpirtërore më të madhen e kanë di dhe e kanë qetësuar veten me namaz." Është një shembull shumë i vogël. Kur një fëmijë ndjen frikë, frikohet për i dikujt, ku shkon? Ngan edhe shkon drejt dhe gjuhet në prehrin e nanës. Aty ndjen qetësi, aty ndjen mbrojtje, në prehrin e prindit. Edhe çështja e namazit. Neve këto ballafaqimet e jetës tonë, këto sprovat e jetës tonë në këtë dynja, kanë herë koxo fort din më na lohat, koxo fort din më na gjunjëzu, mirë po besimtarët dhe muslimanët asesi jo mërzu. Besimtarët gjithmonë duhet me qenë stoik, i fort, e një prej marrjes së forcës shumë të madhe është namazi. Është namazi dhe besimtari drejtohet Allahu xhalla shanu qoftë me namazet ditore të cilat janë, apo qoftë edhe me namazet nafile, drejtohet Allahu xhalla shanu dhe fal 2 recate namaz edhe i gjen mbështetjet e i madhe Zot, edhe ai është mbështetësi më i mirë, edhe ai zgjidhsi probleme më i mirë, edhe ai ka orientuar besimtarët dhe namazin në zgjedhjen e problemeve në mënyrën më të mirë. Do të thonë, po bën thirrje që njerëzit kur kanë telashe, kur kanë ndonjë problem, ndonjë shqetësim, mërzi, mos me zgjedh rrugën e gabuar. Për shembull, qysh dikush vepron pin alkool, ose Zoti na ruaj të merr ndonjë mjet tjetër cilën e hub mendën, bën tani krime dhe matrona, hin telashe më të mëdha. Nuk është zgjidhja aty, po zgjidhja është kthimi tek Zoti. Aty ku ai i ka dorë edhe zgjidhjen e problemeve dhe largimin e mërzisë edhe nxjerrjen pe krizave. Do Zoti që me të vërtetë njerëzit me kuptu ku është qelësi i shpëtimit, ha? Ka njerë këto sprova të jetës, unë nuk do shta mu zënu shumë në atë aspekte, këto sprova të jetës ka njerë njeriu ndin shumë me deviju. E din njeriu deri me prundin disa gradat cilat me të vërtet vjen për shembull deri te vetvrasja, vjen te edhe veprat e këqija. Mirë po, elhamdulillah, ata cilët falin namaz, gjejnë mbështetje në fjalën e Zotit dhe të pejgamberit alayhis salam, i drejtohen Allahu xhalla shanu, bëjnë namaz. Edhe Zotën edhe kjo është mungesa kryesore tek ata persona për shkak se nuk
nuk gjejnë mbështetje kun, nuk dinë se ku të gjejnë mbështetje kur kun, edhe i bojnë edhe ato veprime të tolta të cilat me të vërtetë nuk është i kënaqur as njerëz, po as Allahu xhaleshano me vepra dhe me punët e tyre. Mirë po, namazia gjejnë veten shumë qartë dhe thjesht me namaz edhe te i kalon çdo sprovë dhe çdo barrierë tjetës me cilën ai mund të ballafaqohet në dynjë. Hoqë tash jemi në muajin e Ramazanit, përveç 5 kohët namaz që janë, a kemi edhe ndonjë namaz tjetër që duhet me na shoqëru këtë ditë këtë net? Po, Ramazani ka një namaz të veçantë ti, ato dihet që janë taravit. Lidhe me to pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, kushdo që folet pas imamit derisa ta përfundoj imami, namazi i tij është i barazvlefshëm sikur të jetë të fol çatë natës. Sigur është fal gjithë natën namaz. Po, komplet natën. Veç me u fal mas imamit deri sa të kryet përfundon namazi, ja? Po, deri sa të përfundon imami. Rrjedhimisht deri sa të fal Yatsin me 20 rekate taravih dhe bashkë me vetër. Në një hadith tjetër, pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, kushdo që ngrit Ramazanin me besim edhe me llogari, duke shpresuar shpërblim, i falin gjunahet e kalume. Dietarët kur e kanë shpjeguar këtë hadith, kanë thonë që me ngritje të Ramazanit në kuptohet falja e taravive. Por këto janë taravitën e veçanta e Ramazanit dhe ka rëndësi të madhe. Pavarësisht që pejgamberi alayhis salatu wassalam disa net i ka fal ato, disa jo. Parim ato sunete të cilat pejgamberi alayhis salatu wassalam herë i ka fal, herë nuk i ka fal, konsiderohen si sunete jo të forta. Mirë po, këtu bujmë për jashtim taravit. Për shkak se arsyeja pse pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka lënë disa net, nuk është jo rëndësia e tyre, mirë po për frikës që po i bëhen obligim umetit e tij edhe për frikës se s'kan mundësi me përballu, herë i falte, herë nuk i falte. Kjo si lloj lutje ndaj Zotit madhërisëm që Zot mos na bë obligim taravit. Mirë po parimisht taravit janë e veçanta e Ramazanit dhe kanë shpërblim të madh. Subhanallahu, është interesante këto që e përmene. Pejgamberi tu friksu që po na ngarkon. Edhe pse në të mirën tonë është. Namazi dhe çdo adhurim është të mirën tonë. Po jo rrallë herë pejgamberi sa me ka pas dertin tonë, ne ka bojt gajlen, sikur që e përmene edhe te taravia, po edhe për përdorimin e brushës ose misfakut, pejgamberi sa më ka thonë, mos isha friksu që pja u ngarkoj, pi rënoj. Njëjtë. Pasus të mi, kisha më urdhnu para çdo namazit me i pastru dhëmt, 5 herë në ditë. Po tutna që pi ngarkoj, ha? Po. Gjithmonë e ka pas dertin tonë pejgamberi sa, Allah na bashkoft në xhenet me të. Tash edhe veç që kemi afru fundit të misionit, kisha pas shef nga një mesazh, një porosi për juve me marr, ose qysh me nxit, mi ftu shoqërinë për me ju kthy namazit. Na si besimtar, jo vetëm se vetë e të realizojmë namazin, të falim namazin, edhe të mjafton vetëm me kaq mirë, po na gjithmonë do të mi ju tregu edhe të tjerëve këtë ëmbëlsi edhe këtë shijem. Ne folëm fjalë mbi vlerën dhe rëndësinë e namazit. Të natë këto të mira që i ka namazi, është absurde që na vetëm vetë i shijojmë e të praktikojmë e të realizojmë, mirë po të tjerët mos tiftojnë. Namazi është gjëja për cilën njeriu gjen mbështetje, është çdo gjë për cilën njeriu nuk mund të jetojë pa namaz. Njeriu nuk mund ta besimtari dhe muslimani nuk mund ta paramendoj jetën e tij pa namaz. Për ata edhe është mirë që gjithë cili duke ja nis prej vetës, pastaj edhe familjes që t'i ftoj që ta realizojnë dhe ta falin namazin në mënyrë që ta nin ëmbëlsinë e këtij ibadetit të Allahut xhaleshanu që na e realizojmë gjatë tër kohës dhe gjatë tër jetës inshallah me lejen Allahut xhaleshanu. Omer ibn al-Khattabi ka qenë sahabi pejgamberit alayhis salatu wassalam, u ngritë natën edhe falej. Mirë po kur vije koha e namazit të sabahut, e zgjante familjen e tij, e zgjante gruan e tij, e zgjante fëmijët e tij. Edhe e lexonte ajetin kuranor, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Dhe urdhëro familjen tonë me namaz dhe t'jesh i durueshëm, edhe t'jesh insistues në këto. Vazhdush. T'jesh i vazhdueshëm këto. Domethënë, ky ajet kuranor neve na mëson se edhe na vetë ta qesim edhe në praktikën tonë. Pse jo, t'i urdhërojmë fëmijët kur të lidhen me namaz, qofse nuk e kanë obligim se kanë arrit moshën madhore, t'i ofrojmë afër, t'i adaptojmë me namazin. Me pastaj kur vjen puna e obligueshmërisë së tyre, ata mos kenë probleme me çështjen e namazit. Pse jo ti thrasëm edhe rrethin, edhe familjen tjerë, vëllezërit, motrat, akraban, shoqërinë,
që me të vërtet të ndin ëmbëlsin e këtij ibadeti, karshi Allahu xhaleshanuhu, që pa dyshim se çdo besimtari dhe çdo njeriu do t'ja zbukuroj jetën e tij në dynjë, e inshallah do ta bëjnë jetën e tij të lumtur në dynjë, edhe do kur do dal para Allahut xhaleshanuhu. Allah shpëlet, hoxha Ardiana, ti një porosi. Shkurtimisht mos më zgjat, gjithë ata që janë duke fol namazin, i porosis që të fokusohen tek sinqeriteti, edhe tek përulja në namaz, edhe namazin e tyre, pranimin apo mos pranimin e tij, le ta mosin me veprimtarin pas namazit. Ose gjurmët që ka i kanë. Nëse vazhdojnë edhe sillen mirë, i zbatojnë urdhrat e Zotit, sillen mirë me familjen, nuk mashtrojnë, e kështu me radhë, nënkupton që namazi i tyre është në rregull, është duke u pranuar. Mirë, po nëse pas namazit, çush edhe u përmend më herët, vazhdohet me vepra të liga, atëherë kjo është shenjë e qartë që namazi nuk është duke bërë me sinqeritet, me përkushtim të plotë dhe nuk është duke u pranuar, për shkak se gjurmët nuk shfaqen. Ndërsa ata që nuk falen, Ramazani është rast ideal, i porosis që të fillojnë me namazin, sepse tek namazi është shpëtimi, tek namazi është drita. Allah shpërblet. Është Allah që kjo lidhje e jonë me krijuesin na mbaj deri në frymën e fundit, do të dalim për kësaj bote, asnjëherë mos shkputet. Amin. Teleshikues të nderuar, ashtu pra erdhëm në fund të emisionit, dashur Allahu xhaleshanu që me të vërtet ta përjetojmë namazin ashtu qysh i ka hije besimtarit. Amin. Edhe kjo lidhje të jetë e vazhdueshme e jona mes neve dhe Zotit deri sa dalim për kësaj bote, deri në emisionin e radhës, ju lojmë në mëshirën e Allahu xhaleshanu.